një qartë e vërtet, ka dalë që një për tyne nuk është i fort, është pak si zaif, nuk o gjon, se ka gabuar një hadis, një alim i madh, nuk o gjon tja. A thue, a ban me zonë zëqatin, a me ban, dhe më thonë me njeh pi zëqatit një pun, një njeri ka artë të ti ka thonë, unë jam ngusht. Allah hilet mi jepsh, dhe më thonë, 1.000 lira si hua bërq. Ja ka napi. I ka thonë ti kësaj inshallah, o ba një muj, 2 muj, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, s'mund t'ja këthen, u ka raj shkreti, s'mundet mu ba idare, edhe s'mundet me i da borqet që e ka marrë për njerit. A thu tash këmi thonë që unë për t'i fali, të bështi të kam zonë, edhe me njeh për zëqatit. A ban, ka disa që kanë thonë ban, Imam Hasan Basri, Ata ibn Abi Rabah, ka thonë që demek, vën që mi thonë, ami, të një unë për t'i jepi, jo për t'i fali. Të disa ban kja punë. Disa edhe ma kanë thonë, ja, zban jashta me i marë një herë të një mi adhan për zyti. Ata kanë thonë që vën që mi marë mi adhan, për thonë që t'i falem, hajtë u dha marë. E ban me këtë fjallë të tyne edhe madhe. Një një e ka një shpi. Shpi e ka dhanë me qira. Se ka fët të shka me kënë që në thonë e ka një shpi dhe në shqit. Kjo shpi kur dhe në shqit dhe të me dhanë zëqatin e shpi skrejt që del. Ama kur që nuk e ki për me shqit dhe me dhanë me qira për më të një muë e ki rrugën e vogël e nep që të shpi me qira që mërë pare për i sajna të kohë që i kanë të vrupi aty në pareve. Ka kalu dhe më thanë, një mot e kije, një vjet, e ki mledh që të pare pi shpijes që i ki marrë qira. Atëre, lanë 2.500 pi që ty në pareve. Ama shpia s'ka nevojt për me lasë zëqat, se nuk e ki për me shqit shpijen, e ki e shpijen për me dhanë me qira. Kur të ki që do me dhanë me shqit, atëre kur të shqit shpijen, do të me dhanë zëqatin e krejt, malit shpijes. Po thot një, a thu pejgamberi a.s. a i ka shku durt kur e ka fal namazin, se fja dini ju shqiptartë, se thojnë na jemi mezheb Hanefi, ata se din kush është aj Hanefia atë kur gjo, vetëm kështu thojnë. Se thojnë që i zbanë vetë kur donë me hi namaz, Allahu akbar mi shue, kur donë më ranë rëkua, zbanë mi shu durt, kur donë më ranë sejde, nuk banë mi shu durt. Se zbanë, shu ka thonë Imam Hanefia. Vetëm kanë thonë tjerë, 20 tjerë kanë thonë që banë mi shu edhe pejgamberi i ka shue. Ta shti bre vla, të kohë që të ka marrë menja, e të ka hinë tru që banë mi shu, qaj, mës dash mi shue, se farz nuk ka edhe kja, nuk ka farz, as vajgjit, është një sënnet i vogël, në kohë që i ki shue mirë, ndash mës mi shue dhe që mës lifta me ata që nuk i qanë, me ata që i qanë. Se ka disa, thot ja, unë nuk falë në mas këtina, pse, se ki i qanë durt. Nuk ka mbreqë për Allah, se ai që i ka shku, i ka marrë për edhe ma vetë ata. Kur që i ti thua një ka thonë, nuk bën mi qanë, ka tjerë 20 që i ka thonë, duhet mi shku, edhe pejgamberi i ka shku. E mës me hin luft me qëto meselet vogla, kur s'ta ka marrë menja tyje, atëherë mës lefta me ata që ja ka marrë menja edhe ja kanë qirlu e ma tepër. A thu aj që edhe namazin, a ka dalë për i feje u ba shafir, nuk ka musliman krejt, ka disa, Imam Hanbelia ka thonë që kushtelen namazin ka dalë për i feje, u ba shafir. Ata tjerë kanë thonë, ja, shafir nuk u ba, vetëm ka hinë gjunat mazë shumë, se me madha pun është në feje namazi. Për këtë, s'mojmi na me shtinën qyfër që më thonë ka dalë për i fejes, Asru pëzat njani këtu që këta që kanë kënë, që ka thonë pejgamberi myshde për gjennet, si ka thonë për këta Abu Bakr fil gjenna, Umaru fil gjenna, Osmanu fil gjenna, Aliun fil gjenna, Saadun fil gjenna, Saidun fil gjenna, Zubairu fil gjenna, Talhatu fil gjenna, Abu Ubaid ibn Jarrah fil gjenna, Abdurrahman ibn Auf fil gjenna. A i kanë që dur së tanë në bazë, se pare kam të fulna. Shumë
Se Hanefit vetëm që thonë që nuk ban mishue durt ka vishë në rëqua edhe në sejde kur të qohësh për sejde. Amma tjertë ulema kanë thonë bën, ka shumë sahabe, shumë ulema që kanë thonë që pejgamberi i ka shue edhe na i shojmi. Pra do më thonë bre muslimon, na për disa mesele dvogla s'ka nevoj që mu prish muslimant nër me veti. Na duhet me shiqu disa punë të mdhaja. Kur të thojmë qa, si tash në me thonë, që unë jam musliman. Musliman. Që dhe me kë musliman? Kja fjallë. Kur të thoj që jam musliman, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë e ka kazua kush është ai që o musliman. Ka thonë el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman je kur që jenë njerës, do më thonë që i ke rujt për i gojës tane, për i dorës tane. Kesh nuk ki fol me goj, me sha nuk ki sha kur kanë, me tru nuk ki tru e kur kanë. Gjibet nuk ki ba, fjallë këshia s'ki fol, qyfër me goj s'ki fol, s'ki ba. E me dorë nuk i ki ba që der kur kujna. Që thërë jeti musliman? Kjo është muslimani. Muslimani që nuk ban që der as me goj, as me dur. Thot filani unë jam mu'min. Që do më thonë mu'min? Mu'min është ai pejgamberi ka thonë që nuk ja derë gjakin në muslimanit, edhe nuk ja han mallin muslimanit. Kur t'jesh që si par burri, që nuk ja derë gjakin kujna, edhe nuk ja han mallin kujna pa hak, atëre jeti musliman, mu'min për nime. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka ba hijret, e ka lanë Meqe në ka shku në Medine, ka ba hijret në të përkohe. Për mësmu thonë ata që na jena muhajir, që yani ju duket që do më thonë ka ba një punë të madhe muhajir. Ka kazu pejgamberi, a dini kush është muhajir? Nuk ka muhajir ai që e ka lanë Meqe në ka shku në Medine. Muhajir ai që i lanë punë të këqija, që është muhajir. Për këtë na duhet që të varpun, me rujt gojen mës më vol kesh, dorën mës më bon kesh me ta, gjakin mës më adirët kujna muslimanit, malin mës më ja hanger, mës më grabit kërkan, mës më lujt me kërkan, edhe mu largu për i të këshia dhe që i Zoti në ka largu për i tyne, se sot këshia të shumë. Thulli far beteri, thulli far seri ki me pa, ki me ni. Ti në koshia muslimon, ruje veten, ruje gojen, ruje doren, mos ban qeder, mos ban kesh, mos shaj, mos ban qyfër, mos fel fjallë këshia, gjithmonë t'jen goja jote me fjallë të mira, me nasihat, me dhanë do më thonë që me ka zonë njerëve që hajde t'ju mësojmi që ka thonë Zoti, që ka thonë pejgamberi, hajde t'punojmi që ka thonë Zoti, që ka thonë pejgamberi. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka ba hijret e ka shku në Medine, për që ta muhajir që e kanë lonë Meqe në ka shku në Medine, mës më rrit nefsi që më thonë valla e kena pa një punë të madhe, ka thonë e mëre muhajirin 5 sene runu si e boni e Zoti na rujt që mës të mërini kohën e tyne inshallah. Që në tu me para ka thonë pejgamberi që kur të hapet zinaja, pun të këqia në përbot, teri që të bajnë pa marë e shiqare, atëre do të bëhen disa smuje që s'kan kurfar ilaçi, s'ka kanë për para edhe se ka një kur kush për para, s'kun këtë farkuhen ton tash në Evropë e në tjera vene që përnojnë muslimant me krishtian. E si beskohemi në këtë farkohe me sy edhe peni gjomi me vesh, që po ban bakiv, po ban zinon rrugës, e merë burri femnen në bahqe, në rrugë, e kapë, e rruke, hinë mas në rrugës, e punën bënzina me ta, në më thanë, marre s'ka met. Edhe e keshja a hapë. Atëre që mohet, ka më bandi sa smuje, që s'kan kanë për para, as që kanë një kur kush për para. Së kur në këtë përkohen tonë, kja smuja që bithojnë idz, nuk e ti që e thonë një shqyp ju, që kja është
punëve zeza, pi punëve të këqija, pi zinas, edhe atëherë nuk ka kurfar ilaçi, që mi gjetë ilaç, s'ka ilaç. Pse o banë Zoti e ka quë për mi që ta që i përpunun që të punë të këqija, që ja u ka quë një smuj, që kurfar ilaçi në botë nuk ka. Zoti në arru. Keni, kur të banë musliman që me mashtru e njerëst, me shite me ble, kur dhe me ble nisën për veti,